Kjo është ferm, Sokol Plakolli ka sjellë 50 qenë në fshatin e Barilevës. Këtë pjesën kënej kemi deltarët e moshës 5 deri në 7 muaj. Hajde Rudi. Hajde Calo. Janë adoptu këtë shumë mirë, ta rrinë të lirë, s'ka nevojë me i lidhë me kurrë. Çdo ditë ka 10. Mos irin me i marr, me ushit, me udhon. Po nuk e kemi shit as një qenë akoma. Një qenë për neve ka vlerë 15.000, 20.000 euro. Pse s'peshet një qenë me i rregullu këtë çështjet. Ata s'pe kuptojnë, me prushet qenë prapsh aty shkojnë edhe 20.000 tjera. Edhe mu më mburë në botë me këtë rast. Kemi punu shumë, kemi shpenzu shumë, unë që 3 vjetë s'kum bo asnjë punë tjetër. Dhe jemi shumë largë finales. Na shpesherë i qesim jashtë Kosovë, këta qenë japim dhurat, i kemi qu dhe në Portugali, me mikroship Republikës Kosovë, deltari i lirë. Përshëndetje për krejt miqemi. Sot jemi në fshatin Barilev. Jemi këtu në një fermë, por kësa here fermë ndryshe nga ato që jemi mësuar që të vizitojmë. Jemi në fermën Kulla e Shkobave, sepse këtu gjenden mbi 100 deltar i lirë. Jemi këtu bashkë me Sokol Plakollin, është fermire i cili e mirëmban këtë pronë. Hajde një bashkë me mu që ta bona një bashkë bisedimi me Sokolin edhe na tregon ma shumë rreth kësaj prone se çka po gjendet këto. Sokol, përshëndetje. Mirë se gjetëm. Si jeni? Qysh po kalon? A jeni mirë? Faleminderit. Apo lodheni me punë? Jo edhe aq. Me punë mas pakti po lodhemi. Me çka lodhesh më Disa shumë punë ti? tjera ashtu kështu. Nuk jemi tu lodh. Qysh e kaloni ditën këto? Në mëngjes sjellim ujë, edhe ushqimin. Edhe i ushqejmë qenë herën e parë. Mandej vazhdojmë me punë të tjera të zakonshme kur kemi diçka me rregullu. Edhe mbrëmje vim një herë, kontrollojmë a është gjithçka në rregull. Edhe më shumë punë se sa rekreacion. Kjo është zona e parë, kjo është hyrja, jemi gjithçka është në renovim. Tash është një pjesë ku i kemi sjellë qenë. Është zona 2 e fermës. I kemi rreth 60 ekzemplarë të deltarit i lirë, duke filluar nga ata që i kanë 3 ditë deri te nga i vjetri që është 13 vjeçar. Do të thonë këtu ku jemi të deltar i lirë. Po. Qysh e ndajmë këto? Deltarët janë raca autoktone jonja, 3000 vjeçare e vjetër. Janë dikon rreth 5 linja gjenetike që dalin nga deltari i lirë. Ne i kemi mbledh gjitha këto, i kemi sistemu. Ne kemi deltarin trup-bardh, deltarin trup-zi, deltarin zi dhe bardh, deltarin kokzi, maskën e ujkut, edhe deltari që është kombinim i thuajse gjitha këtyne deltari i verdh. Po. Tregon pak, do të thonë, ka ardhur inspirimi për me punu me këta. Okej, ky është një projekt i trashëgimisë kulturore, të cilin shtetet tjera rreth e kanë realizuar, thuajse gjithë. Kemi mbetur vetëm ne si Kosovë pa realizuar. Po. Edhe unë më qenë se punoj me trashëgimi kulturore që disa vite. Unë organizoj dhe festivalin e Lahutës, shkollën e Lahutës e të tjera. Pata dëshirë që t'ja jap një kohë edhe këtij projekti. Mendja jam që nuk do të bëhen kaq shumë ekzemplar, por kur hyna në projekt, lumtova dul që do të më bëni punë jashtëzakonisht gjeneroze. Kështu edhe themelum fondacionin Kulla e Shkobave, ku unë tash punoj si vullnetar. Jam punëtor vullnetar. Kush është pronari i kësaj? Nuk ka pronar, fondacioni është organizat. Jemi familja jonë dhe dashamirët e deltarit i lirë, të cilët kontribojmë. Tash e 3 vite, unë jam ai që i kam mbledh deltar dhe i kam promovu në media. Tash jam duke punu vetëm me deltarët, marr rallë me media, sepse është bo një promovim bukur i madh, edhe akoma se kemi gjetë një punëtor që këta e kam pranu, fundojmë veç mu. Edhe këtë që jemi të bo është, jemi të punu në mënyrë sistematike që me arrit numrin 400 për me aplikun shoqatën kinologjike të Evropës. Për ndryshe këtu e kemi edhe plumbin i lirë, do ta sjellim shotën e egër, dhinë e egër, gjitha speciet autoktone të vendit tonë. Ne i kemi deltar, ku me filmu pak. Po mujna me i pa prej afër. Ose nëse do të vish le ti tregon kamera, unë s'po ofrona hiç. Okej, super, mundem edhe pa mu. Kemi hyrë këtu në mesin e logut ku i kemi deltarët. Këtë pjesën këne i kemi deltarët e moshës 5 deri në 7 muaj. Është një gjenerat për një 12 deltarëve. Mundesh me i fokusu me kamerë sepse ja vlen. Hajde Rudi. Hajde Calo. Donë janë deltarët e kombinuar nga deltarët trup-bardh atje deri te deltarët zi bardh
deltarët kokë verdhë, një rast që kemi ndjerë për ujkun, karabashët të gjithë. Pra, këtu është një log për një 12 deltarëve të dikun 7-8 muaj. Si pra atje janë deltarët një vjeçare gjys. Kemi edhe deltarë që sa po kanë lindur 2-3 ditë. Këtë pjesë i kemi deltarët trupzi dhe rudat. Këtë pjesë i kemi deltarët trubardh, karabashët dhe krejt atje ajo pjesa e deltarëve që është pak ma të më shumë, si që po e sheni. Ju mund të merrni edhe pamje alternative. Po, që kjo është legjenda kryesore. Hajde, kalosh. Tu e kemi një deltar jashtëzakonisht veçantë, i cili është duke ndruar gzofin. Është kaloshi. Knej është Ida, edhe ajo është një deltare trupzez. Këtu i kemi 2 deltarë që i kemi adoptuar, ndërsa atje poshtë i kemi deltarët që sapo kanë lindur. Dikon kemi në këtë log rreth 70 deltarë i lirë, që i kemi sjellë dhe jemi në ambiente me sipër të tyre. Sepse sapo i kemi sjellë, domethënë këta 2 javët e para janë në ambient të huaj, ju nevojitën edhe 2 javë të tjera që ta pranojnë këtë ambient dhe pas një muaj fillojnë me u ndije si në ambient vetin. Po. Do, blok. Që të i ki 3 klësha, Atje kemi 3 ekzemplarë të deltarit i lirë trupzi. Janë zakonisht veçantë, si që po i sheni atje. Janë duke u rritur, janë rreth 5 ditë, 7 ditë që kanë lindur rreth 2 javë. Këtu i kemi disa deltarë pak ma të rritur, edhe këta në klësh. Këtu i kemi disa deltarë klësh të moshës 1 muaj e gjys, që janë duke u rritur. Edhe këne i kemi një kastë tjetër të deltarëve që janë dikun rreth 12 muaj. Akoma 10 muaj. Lidhen me ata atje, jetojnë. Janë adoptu këtu shumë mirë, do me thonë këta rrinë të lirë, s'ka nevojë me i lidhë me kurgjo. Ndërsa rreth janë disa deltarë që janë akoma në procesin e adoptimit, për këtë arsye dhe i mbajnë të lidhur deri një kohë. Këtë pjesën këne janë deltarët trubardh. Hajde Noa. Tash është koha kur deltarët e ndrojnë gzofin, kalojnë nga gzofi i dimrit në gzofin e verës, edhe pak e ndrojnë edhe gzofin. Hajde, bala. E këtu e kemi deltare trubardh, është ideale, është trojana, dikun 1 vit e gjys, është një nga deltarët më të bukura në fermë, trojana. Kjo është akoma në fazën e adoptimit, të nuk duhet me mbyll, për shkak se kjo tenton me dalë, por kur e mbajmë të lidhur dhe e lëm të lirë këtë pjesë, mas një kohë, dikon kjo i ka një 3 javë, mujë me lëshu krejt dhe kjo nuk del nga teritori. Në të vaj vetë dhe deltarë tjera, nej, pjesa dërmuse. Po, këta janë 3 ekzemplarë të deltarit i lirë. Kjo është ojkë, shëshqen. Bulli! Po mërë, ulkonja si gjithmonë pak e ashpërsuar, është gjysë qenë, gjysë ojkë, e prezentoj vazhdimisht, se edhe të lehmën e ka që është agresive. Kjo me bërë më mikë në malë, bo kjesë këthejet hesë. Ullka, hajde! Si që shijet janë në fazën e ndryshimit të gzofit, edhe deltarë në këtë fazë të vitit janë pak ma të dobet. Si fizikos duken ma të dobet. Sokol të regom nëse tu ka ofru në herë mundësia për meshit, janë prej qenëve, ose a ke pas në herë kësi loj ofertash? Gjdo ditë ka 10. Në sirin me i marë, me u shit, me u dhonë. Po nuk e kemi shit asë një qenë akoma. Vinë edhe këtu kanë ardhë, kanë kërku me i ble, po nuk i kemi për me i shit, se na kemi punu shumë për me i ble të qenë. Me i pas si aset të trashëgimisë kulturorit tonën. Këta deltarë gjithë janë mikroqipum, gjithë kanë një pedigre. Disa për tyne kanë edhe testin ADN-s, e dim çfarë gjenetike kanë, që ata që nxjerrin për tyne klësh. Dhe na kanë ofruar shpesh, na ofrojnë mjete shumë të mira për të cilat kemi edhe nevojë, por nuk i shesim. Me i falë, kanë herë i falim, kur na bind dikush i mon më mirë se na, ndërsa me i shit s'ka ndodhur me shit. Me ble po, kur na pëlqen diçka që s'na e japin e blejmë.
Ju vetë se jeni shumë sepse e dim që ma herët i keni pas nështë deri në 70, tash keni mërime i bo nështë deri për mbi 100. Tregam sa unë me pas vlerën 100 këto që është? Nuk, nëse unë e them çmimin që na mendojmë se është shumë i lartë, sepse ka këtë qenë që ne kemi marrë dhe mos mu i marrë kur. E kemi marrë klësh për një sobani, kur kemi bu testin genetik ka dalë që është pur. Ai ka qenë një klësh shumë pa vlerë për këna marrë. Tash ai s'ka çmim, për kur farë çmimi nuk e shesim. Po ka njerëz që këtu vinë, mendojnë që me 500 euro, 1000 euro blejnë një qenë çfarë dojnë ata, e kur kthehen pa qenë, kthehen pak dëshpëru. Adhen, taj ka ndoshtë të më i vjedh disa herë, po i kem kamerat e sigurisë atje ku i kom pas në fshat më shumë që kom pas. Këtu valos kom pa një tentativë për me i vjedh, me i helmu po një herë, ka pas tentativë, bilem njona ka ngordh, dyna ka ngordh, shumë të mirë. Por prapë se prapë nuk e dim sa ka ardha ai helmim. Ka disa gjirime, por ka disa njerë këtu që kanë një tentativë interesante ndaj një qasje shumë jo korekte ndaj punës që përbojmë na. Na përbojmë një punë shumë fisnike, në emision që se ka bo shteti, e ata po konsiderojnë na këna pru do qenë këto edhe pse jena në pronën që e kemi ble, kemi qitë në emën të fondacionit. E kjo pak po na zhgënjen, se nuk e kanë pranu? Jo që se kanë pranu, se këto është ligjja i cili vendos, si jo masona as ata, është ligjja i cili na jena në proporcion me ligjin, e kemi fermën e regjistrume, kemi vendimet e avukut për me mbajt të qenë. Gjithçka e kemi në rregull, jemi me largësi në rregull, është prona jonë, po nështë ti vjen me punu dhe ton dita të shkon të u marrë me një punë të dytë, e kjo të bën pak nervoz, kjo pak të qetë prej temës, adhen. Andaj, kur po thojnë, keni për qenë, adhen, thuti që u bon nome që kena për qenë, s'kena pa kur qenë, adhen. Tregom pak, so ka qenë vlera që ju ka ofru juve për me ja marrë një qenë dikush? Po tash, bile filmu atje ishte Ulkonja, ka ardhur dikush edhe do i kemi blej pa tjetër edhe filloj me dhonë shumë, typin 2000, 2700, edhe kur i thamë që nuk e shesë, më tha okej, ja u japim 5.000 euro nëse ne japni 3 muaj me majt në këto. Po prap nuk u dakordum, sepse unë thashtë në fillim që ne jemi ekip, i njerëzve që punojmë, unë aktualisht në ferm kam pozicionin e vullnetarit. Jam punëtor vullnetar që punoj dikon 5-6 orë minimum ditët për deltarët, e kry këto kretë obligimet bazike ndaj tyne. Që për neve këta qenë kanë vlerë shumë madhe, nëse unë them që një qenë për neve ka vlerë 15.000, 20.000 euro, po e keq kuptojnë, po thojnë pse s'peshet një qenë me i rregullu këtë çështjet. Ata s'pe kuptojnë që mandej me prushat qenë prapsh aty shkojnë edhe 20.000 tjera. Projekti është deficitar, është i trashëgimisë kulturore se ka marrë kërkush me bo. Ne kemi marrë dhe po e zhvilloj me shumë vështërsi, me shumë keq kuptime, me shumë sulme. Atje ku kemi qenë, që i kemi pas shumicën e deltarëve ka qenë ambient banimi, shati imi lindjes. Edhe blejtëm këtë hapësirë enkas mu largu prej zonat banimit, mos me pas mu probleme, edhe mos me shkaktu problem dikujt. Tu jemi dikun 900 metra larg shtëpive të banimit. Dhe prap ka pas disa zëra pse me qenë ka të huj. Kjo është zonë malore, s'është e banueshme, s'është e frekuentueshme, që i kemi sigurum, ju përsheni dhe veç që janë të rrezikshëm. E kjo pak na ka qitë prej temës, adhe. Se na kemi shumë punë këtu, për shembull, çdo ditë lindjen në kloshtri me cilë duhet më marrë, duhet më rrit ata, duhet më siguru ushqimin, ujë. A vjen edhe dikush prej vullnetarëve bashkëpunëtor që jeni për me të ndihmu këto me... Po, ka shumë njerëz dashamirë të racës autoktone, por na akoma nuk e kemi një punëtor standard, ma shumë për shkak besimit dhe i ta gjejmë dikon që e pranojnë këta. E kështu me pru shumë njerëz me hime dalë, mandej po friksohem që po na e mësojnë venin, po na i cenojnë. Serbia është shumë e idhnume me këtë projekt që po ndodh në Kosovë. Ata nuk pritojnë me pagu dikon edhe na i helmu. Kosova në anën tjetër po hesht përballë një projekti që do duhet të realizonte ajo. Ky projekt nuk është projekt i bujqësisë, është projekt i Ministrisë Kulturës, është i trashëgimisë kulturore. Atje kemi plumbin i lirë, si thash më herët, do të sjellim dhinë e egër, si specie të cilat janë autoktone i kemi veç na. E kur përballesh në këtë situatë me mungesë të ujit, e merr ujin prej Prishtinës 15 kilometra dhe e sjell me kofe, prej kofës në kofe për një qit me pi. Këtyne kresave që janë prezantuese për neve janë të vjetra, 3000 vjetër. Kjo të bën pak mundi që më tha dhe më herët kë themeluesi
I portali tuj, pse s'pelen këtë punë, se je lodh shumë. Edhe në bon mundi pak a duhet me vazhdu me këtë punë, apo duhet... Edhe se janë gjëra shumë banale me cilat na çdo ditë ballafaqojmë. Aje ka një mësum prej i ri, për shembull, mos e pas frikë prej qenëve? Unë me profesion jam regjizor i teatrit, aktor. Po komunikimin, dashnin me këtë radhë se kam pas që fëmijë. Dhe shpej moshës 5 vjeçare jam me ta. Ka edhe 10 emisione që i kam marrë, kam qenë në studio, kam folë për jetën time, ma gjansisht për babin, ndikimet, krejt ato. Unë jam shumë i lidhur me, për shtatëm kam përzgjedh mu, si përfaqësues tyne dhe si një njeri që përkujdeset për ta me dashni. Sepse ka njeri që nështë edhe me pagu 10.000 euro në mujtë se bënë që të punë që e bëjnë. Thjesht nuk mu më pagu, ku me di sa se kësha po. Po si dashni, si kontribut e vaj. Edhe do ta bëj deri sa ta mri qëllimin final, deri sa të njihet raca jonë autoktone në... Por, t'jemi të qartë, ta qenë nuk janë qenë të mi. Këta qenë janë raca autoktone, deltarit i lirë, i takojnë fondacionit Kulla Shkapa, ashtu e në të regjistruar të mikroqipum. Po vetë se e dim që ti ke dalë shumë shpesh në për intervista edhe ke folë për ta, je bë figura e njohur që do më thonë ti e pronari i tymve. Po, edhe kam frekuentojnë shumë njerëz gjatë ditës, lodhna shumë të jo këthy, sepse më lypin klësh, nuk e din që është sistemi, menojnë që mujnë me arë të kap një klësh me shku, me i pas 100 euro me marrë me shku anej, kur nuk ju del kështu, andej fillojnë me më shajt ka njerë, pse na the, pse rrejt e the ta dhot, tash po ma jep, i ke shkuptojnë gjonat atë. Po fejs. Këtu sokol jemi pranë edhe plumbave. Po. I kemi këtu, do më thonë, ti i mirëban edhe plumbat. Po, i kemi edhe plumbin i lirë, që unë e kultivoj tash e sa vite. Nera kom kultivu unë si kultivus, tash e kam silë të në ferme dhe ja kam bo atribut fermës. Unë i kemi dikon rreth 12 plumba i lirë, edhe dikon një 8 i kemi ble, janë të dilën avin. Edhe qaqelin si vjetë, menoj se si vjetë du t'i kemi rreth 50 exemplar të plumbit i lirë. Dhe më ka bukrit deltar. Do më thoni, komplet firma e kemi me kësi lojë. Të regojmë sa është e vështirë për plumbat, me i mirë bajt. Plumbat janë shumë të lehtë. Plumbat janë tepër të lehtë, vetëm mi siguru mos me i hangër diçka, për dallim pe deltarë që s'u i hangër kush. Ata e sigurojnë vetën edhe mu. Për shkak kom si disa deltarë të përreth me mbrojt plumbat. Edhe ato me i hik gjarë projt se këtë mund me pas në i farë sulmi diçka pe në i kafshë tege, në i dhejlë prej diçka, në i qapo t'ju. Për ndryshe plumbat dojnë ujë mjësit edhe 1 kilogram misër ose diçka si ushqim, edhe këta mande janë in. Do të përshofme edhe ngjyrat i kanë tepër tjerë zakonshme të bardhat. Po, tash po kalojnë te plumbat i lirë, sepse këtu ka disa raca tjera të plumbave, se i mbaj më ndryshe, marrë pak misër që shumë i thirë. Okej. Po duken që janë shumë të veçantë. Këta po i rujka këto, a? Po, unë i kam 4 qenë rreth fermës, rreth kotecit të plumbave janë 4 qenë që i rujnë ata, nga çdo lloj sulmi që mund me pas prej dhel, prej ndaj vjedull e diçka, edhe në çka do që mund me i sulmu këta. Për ndryshe, ja këmi punu një kotec i cili ngjitet nalt atje, mujna me i thirë, mund me i pa atje nalt, me i filmu me pamje, është një pamje shumë e bukur. Edhe këta e plumba shumë përfaqësues për neve si popull, sepse në botë njihen si plumbi i lirë. Do të thonë, bota njihet si plumbi i lirë. Deltarin i lirë njohin edhe si jugoslavenski sharplanin, makedonski kareman, format të tjera si kanë emërtu këta që kanë mlu me vidhë për neve, ndërsa plumbi i lirë njihet veç si plumbi i lirë. Edhe janë shumë të veçantë, edhe për këta edhe kom bo qmas me i pasu, një kom pasu edhe ma herët, edhe me i këthy, me i pru këtu të ferma. Ta vinë tash më ushqy pak, mund është dhe me i fokusu. Ndryshe këta njihen si plumbi i shpellës, edhe si të tillë njihen që nga antika. Janë shumë të veçantë, do të këta janë disa prej tyre janë arta quhen, e kanë ngjyrën e arit edhe zi, disa prej tyre janë të kuq edhe të zi, mandej ka edhe kombinime tjera të ndryshme që kanë dalë me kapot të bardhë, e të tjera, por... Këta janë një pjesë i lire që shqicik edhe ti, e pjesë e bardhë? Emërtimi plumbit, mandej anej ka edhe postjera, janë disa postjera që unë i mbaj për shkak se ata shumë mirë ushqejnë zogjt e këtyre janë ma kurpulent, ma të fuqishëm. Edhe i shfrytëzoj ata për me i rritë zogjt e këtyre që këta me qenë pak ma të lirë. Dhe me thonë se këta... Po dhe këta janë shumë kujdesshëm për zogjt, janë shumë dashtëm për...
Sa herë në ditë duhet me i mirë mbajt, këta me i dhonë? Plumbat duhet një në ditët. Një në ditët ju deponoj ushqim dhe ujë, mjaftueshëm. Dimrit ma pak hanë, verës hanë pak ma shumë kur kanë zoq. Ndryshe, këtu janë gati një 4 sorta të këtij lloj plumbi. Rudi është një ekzemplar që ka marrë në Opoj. Klysht vogël, 3 ekzemplarët e parë, Rudi, Shkaba dhe Alfa. Ta shumë rritin, janë ekzemplarët e parë, i mojnë si qend ma dashtëm. Po dhe këta ndojnë shumë, se atë kokën pas ma shumë ko mu marrë me ta, i kum rritu lujt me ta, i kum mojnë Prishtinë. Ta janë shumë të veçantë që e dojnë pronarin shumë dhe jetojnë me pas 1 minutë në ditë pronarin nga të vetë. Fatkeqësisht për shkak të angazhimit shumë ta kanë dalë probleme të shumta këtu. Ma pak po kom kohë mi dhonë rekreacion. Po sidoqë që tjetë këta mjaftohen me ardhë herën ditët edhe me prek, kështu. So ka një pjesën brenda, unë nuk u zova me hy, po ti kamermani ti të regove edhe dëgjova une prej larg, të regove që qenë ki disa prej tyre gjys qenë gjys ojk. Të regom që është kjo pjesë e tinve? Gjitha llojet e qenëve, prej ardhën kam prej ujkut. Dhe kur duam ta bëjmë fisnikrimin e pastrimin e gjakut të qenit, ne duhet kthehemi te ujku. Është gjenetika më e pastërt në botë e qenit është ujku. Deletarëve i lirë kanë bënë një padrejtësi shumë madhe se i kanë kryqëzuar shumë me raca tjera. Deletarët janë gjend dominant. Edhe në vazhdimsi ata e kthejnë për një periudhë 3-4 gjenerata e kthejnë prap racën tek deletari. Së është gjend dominant. Fisnikrimi i gjakut, ose kombinimi i gjakut të qenit deltarit e lirë me ujkun është të kthem në gjenezë. Dhe mandej prej aty fillojnë me dalë qenë të pastërt deltarit i lirë. Sepse siç thash edhe më herët për shkak të kanë përdorur mu për laj, kanë përdorur për lufta, i kanë përdorur në forma ndryshme edhe kanë tentuar me nxjerr qenë më agresiv. Deltarët nuk janë qenë agresiv, janë qenë që reagojnë sipas nevojës. Edhe mandej kanë bë kombinime ndryshme edhe e kanë zbeh pak gjenetikën e deltarit. Unë pa ta shku në Dragash për vizit, edhe pa ta gjetë një klysh të vogël, e pa ta marrë kështu, veç sa me bo sevap me to. Po andaj kur fola me disa shok të mi atje, ku e ku marrë qysh, të na ke marrë qenin që është i nxjerrur prej ujkut. Është ulkonja që kemi. Mandej kemi dikon një 6 klysh të saj, që i kemi nxjerrë edhe gjenerata parë e dytë vazhdimisht nxjerrin ekzemplar që janë ujq. Është edhe me pamjet ujkut, edhe me ngjyrë të ujkut, edhe me gjitha. Dhe jemi shumë të lumtur që i kemi. Sepse tash prej tyre kemi me mujt me nxjerr gjenerata që janë me gjak fisnik, me gjak të pastërt. Qeni deltari i lirë ujku, deltari i lirë ujku vjen ka deltari i lirë po me gjenetik që nuk ka të bëjë me asnjë racë tjetër. Sepse shoqata kinologjike e Evropës certifikon racat e pastërta. Duke mos e anashkalu kombinimin, për shembull serbët kanë marrë deltarin i lirë dhe qenin Kaukaz dhe e kanë nxjerrë siç ata e quajnë Jugosllavenski Sharplanin, edhe thonë që është i tyne. Realisht është deltari i lirë dhe qeni i Kaukazit. Njëjt kanë bërë dhe Maqedonët edhe shtetet tjera. E neve na vyn një gjenetika ujkut me fut në kombinim që me nxjerr qenë sa më të pastër deltari i lirë. Dhe fatmirësisht e kemi në fermë. Po, na tregove se ka edhe pak më herët që e ki problem pjesën e ujit që nuk ka në këtë vend për me jo dhonë qenve ose qysh jo, realisht pjesa e problemit? Këtu pat ujë, sepse unë kur erdha këto erdha me kërkesën e disa njerëzve që shprehin dëshirën e shit këtë parcelë për punën që na e bojnë. Dhe na e blejmë këtë parcelë dhe unë pyeta se ka do të më furnizu. Edhe ishte atje një bazament shumë i vjetër që se përdor ka askush dhe ma dhanë në përdorim. Por mandej ndodhen disa ndryshime këtu qasjes edhe fillun me na bo agresion dhe ndër të tjera thanë kena me nalë dhe ujtë. Na jemi në kërkim të bunarit, tash dita gjejmë. Këto është mundësia mu lidh me ujësjellës, sepse unë pata vitin e kaluar me investu edhe mu lidh me ujësjellës me rrymë. Por ata shprehen dëshirën me e dhonë këtë furnizim edhe e lam ashtu dhe mandej pa paralajmërim, pa asgjë ujtë e Zotit për këto krijesat Zotit që janë tonat autoktone. Janë dalën tash po do të mi bajt prej Prishtinës. Do të thënë ti i ke bajt sot prej Prishtinës ujë? Po, këto gjitha kanë qenë mbushura. Këto, edhe kjo ka qenë gjys. Kështu diçka e sjellëm këto. është një punë proces kolla i mundimshëm. Unë e bëj çdo ditë këto. Prej kësaj e marr këtu, e qesën këto, derisa e mbushi, mandej këto e marr
kur I mbushi 2 ashtu. Mali unë shpërndaj, po është pak ujë, megjithatë deltarët unë I kam mësu me najt me ujë të freskët edhe me u mbush dikon 10 litra I kanë ditore që ja u la rezervë. Shpesh herë kur po vinë mëngjes gjatë natës këta po I harxojnë ato, kanë herë shumë I marrë deri 12 e pesho që sot kur erdha e poshtë patë nevojë. Që më duhet një zgjidhje urgjente, bile kom bosur edhe apel me na ndihmu pak dikush se këtu kemi ardhur tri edhe kemi shumë investime, kemi harxuar shumë mjete, nuk jemi mirë materialisht. Edhe du të me bu një zgjidhje urgjente për ujë. Me bu një zgjidhje urgjente për ujë në mënyrë që me pas ujë të ballshëm, se unë edhe I laj këta, I pastroj, freskoj, ja u laj ambientin, ja u pastrojmë. Po ujë të freskët është alfa dhe omega. Vinë kur vinë pyesin këtave agjentët e veterinarisë që vinë qysh po I marrë në formë qentë, unë I them me ujë. Sepse gjithmonë jap ujë të freskët. Edhe ujë të freskët ta I mban të freskët edhe vetë. Tregoma një mesazh sokol qysh kishe me jau për cilë krejt këto punën që ti e bën për qenë, njerëzve që nuk kanë dëshirë ose I kanë frikë ose... Qenët, deltarët I lirë nuk duhet me I pas frikë, se duken të mëdhej, duken si ari, por nuk sulmojnë njeriun. Aq më pak njerëz të mirë nuk I sulmojnë, ndërsa keq bërësit duhet mos me u konfrontu, sepse nëse I nguc këta bon agresiv. Unë edhe në këtë ambient I marrë këmë gjithë zgjidhë mrena dhe s'dalin, që aty ku I len pronarin qenë të ambienti, dhe më thonë janë qenë të territorial. Duhet me I dash deltarët, veçanërisht racën tonë autoktone, duhet me dash gjithë dhe duhet me kontribu gjithë për ta, sepse na takon neve. Edhe mu I më mburë mbot me këtë ras. Pse s'ka punu shteti për këtë ras, nuk I di, pse po punojmë na I di, sepse po dojmë që Kosova mu njoftë si kultivuse e kësaj race. Dhe shpresojmë që do t'ja arrim. Sa kemi mri punën me budejtash, kemi punu shumë, kemi shpenzu shumë, unë që 3 vjetë s'kum bo asnjë punë tjetër, dhe jemi shumë largë finales. I kemi dikon të pastër të rreth 50 ekzemplar të deltarit që I kemi për kultivim. Por kushtet cilat I marrim nuk janë të mira, janë kushte bazike. Ma shumë këta rrinë këtu për shkak se unë I kum rritë dhe rrinë për shkak dëshirës që e kanë, lidhëmërisë që e kanë me mu. Ushqimin e u japin të mirë, dhe I tash ujnë jo kemi dhonë shumë të mirë, ambientet nuk kemi mri asnjë herë mja u. Sa po I pruna këto dhe vendosa me fillu me punu pistat e shëtitjes, spitalin ku ata lindin, vendin për mbarsim, gjitha ato rekreacionin, vendi ku rritën klësht, fillova me pasë disa sulme shumë banale. Bile kam pru një televizion këto, kë na ka pru qenë, ne ka mush fshatin qenë. Sa është e vërtet që ka mush fshatin qenë, na kemi bleni pronë, kemi stacionu këto me lene avukut, jem të punu. Këta qenë vesh kanë kalu një herë në për fshat edhe më kur se shojmë fshatin. Këta në qenë të fermës, janë të mësume jetu në mënyrë racionale. Edhe ato pak na destabilizohen, se mandej dash më marrë me disa punë tjera, që 10 ditë jem të marrë me ujnë, të e lyp me zgjetë ujnë. Dhe tash do me pru edhe rrymën, se janë sene që nevojitën pa tjetër ambientit. Ndryshe këta qenë janë destinuar për malë, ty nuk pëlqen mali, por mesazhi është jo vetëm edhe familja ime dhe dashamirët e ngushtë të kësaj race, po duhet gjithë të kontribojmë për këtë projekt. Sepse s'është ky mas pak që unë përfitoj për këtij projekti, unë kam shpenzuar shumë kohë, shumë jetë materiale për këta qenë. Dhe etiketimet janë për më të ndryshmeve shumë banale, janë deri në atë shkallë sa Sokol Plakolli ka sjellë 50 qenë në fshatin e Barilevës, ai është antari këtij fshati që janë banale janë. Përndryshe gjithë qenë janë me mikroqep, gjithë janë qenë legal. Dhe përndryshe kjo është ferm. Kjo është ferm. Edhe nuk ka destinacionin, është nënshkruar një kontratë 30 vjeçare që më shfrytzu për këtë qëllim. Neve na nevojitin edhe shumë ambiente tjera, ku duhet t'i shojmë ekzemplarët e caktuar, sepse këtu nuk na I nxen 400, edhe jem të këshyrë me bo hala ambiente të reja, po ku janë qenë të sigurt. Sepse shpesh herë, kom pas që thash dhe më herët ka tentativa, jam I vjedh, jam I tjetërsu, jam I helmu, që janë shumë banale, s'dua edhe t'i them. Po si do që tjetë, na do të vazhdojmë me bu punën deri sa të arrim qëllimin final. E kur të arrim qëllimin final, mandej edhe do t'ja u kthejmë qytetarëve, do t'i ndalim veç disa mostra në ferm, ndoshta një 40-50 mostra që janë ma autentike. Na shpesh herë I qesim jashtë Kosovë, këta qenë japim dhurat, I kemi shu deri në Portugali, me mikroqep të Republikës Kosovës, deltari I lirë. Dhe prezentohen atje në panajire si deltari I lirë. Këto ka bu ferma jonë.
është merit e fermës tonë. Këtu disa njerëz ju kanë kërkuar edhe mjete veç për me qitje, ashtu kur e ndarë me dokumentacionin tonë, pa mjete i kanë qitë atje, kur kanë shkuar kanë pa që na me të vërtet jem kultivues të mirëfellës, jemi kesh përdorur na kanë çuar prej atje mbështetje. Kanë qenë një gofond, kanë bërë përpjekje me na shpërbly. Njerëz të tjetër kombi, njerëz të tjetër shteti, njerëz, ndërsa na vetë kemi shumë një qasje agresive ndaj qenëve të shorit. Edhe kur i kultivojmë, edhe kur i adoptojmë, dyshysh, ja i marrin me i rok, shumë rrallë i marrin me i dashtë. Jam ja rujt ujkun, ja këto edhe, mu vjen shumë keq që kemi këtë qasje ndaj, këta qenë janë shumë dashtën me pronarin. Edhe janë shumë bukur, janë impozante, edhe nuk dojnë shumë investim për me i mbajt. E mi mbajnë vetën shumë mirë. Faleminderit shumë Sokol për krejt kohën që keni gjetur për neve. Faleminderit juve, respekt që keni ardhur dhe